Selam aleikum hoxh. Kur pe fal namazin, po duket që pe kam penin dikush po m'afrohet, edhe kur s'po asht, çka me ba? Aleikum selam wa rahmetullah. Edhe nëse t'afrohet dikush, nuk po ndodh kiameti. Gjithsesi, këto mund t'jenë thjesht iluzione, mendime. Pra ndoshta je njëri që ke parë shpesh filma, edhe të duket sikur dikush po t'afrohet, po ndodh diçka. Por, ne duhet ta dim që edhe shejtani e cyt njeriun. Madje vjen hadith, transmetohet tek Buhariu. Pra siç kuptohet prej hadithi se kur dikush ngrihet pra të falet, vjen shejtani dhe i bën vezvese. Pra cytjet e shejtanit janë. Gjithsesi ti kërkon mbrojtjen e Allahut lartësuar prej shejtanit mallkuar. Dhe kur të falësh namazin, mos i kushto shumë rëndësi. Pra cytjeve të tilla. Përqëndrohu je para të Madhit Zot, je para Allahut lartësuar. Mendo se po qëndron para Krijuesit të gjithësisë. Mendo për shpërblimin e madh që ka falja e namazit. Mendo se një ditë do të dalim para Zotit të gjithësisë. Për shembull, mendo ditën e gjykimit. Dhe me lejen e Allahut lartësuar ke përqen më i përqendruar dhe nuk do t'i kesh cytje, mendime, hamendësime të tilla. Allahu të ruajt.